Vlera e mahniqme e haxhit. A falen të gjitha gjunahet. Imagjinon një njeri me mëkate të shumta, me bitet kaluara, me gabime të fshehura dhe të hapura. Dhe pastaj, a i vesh robën e bardh, thot, lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem. Qëndron në Arafat dhe kthehet në shtëpi, si dita që lindi, po, si dita që lindi, pa mëkate, pa barë, pa të kaluar të rënd, si faqe e bardh, e sa po hapur, subhanallah, e mahniqme. Kjo është vlera e haxhit. Para çdo gjëje, haxhi nuk është vendimi i njeriut, është tese e Allahut. Allahu thot, thiri njerëzit për haxhillëk, ata do të vinë në këmbë dhe me deve prej të gjitha viseve të largta. Surja Haxh 27. Sheikh Ibn Uthejmini ka thënë, ai që shkon në haxh është i ftuar nga Allahu dhe këfton Allahu nuk e kthen pa e nderuar. Prandaj çdo haxhi duhet të di se udhëtimi i tij nuk është i zakonshëm, është përgjigje ndaj ftesës hynore. Kur haxhiu thotë lebejk, ai po i thot Allahut, erdha sepse ti thirre. Profeti Muhammed alayhis salam foli për haxhin me fjalë që nuk lën asnjë dyshim për madhështinë e tij. Profeti alayhis salam tha, kush bën haxh për hir të Allahut, pa bërë marrëdhënie bashkëshortore dhe pa bërë gjunahe, kthehet si dita që e lindi nëna e tij. Si dita që e lindi nëna e tij, jo si dita e kaluar, jo si java e kaluar, jo si viti i kaluar, si dita e lindjes. 60 vjet mëkate, 50 vjet gabime, 30 vjet neglizhencë fshihen. Në një tjetër hadith, profeti alayhis salam tha, haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër veç se xhenetin, jo shpërblim i madh, jo gradë lartë, jo mirësi e veçantë, xheneti direkt, pa ndërmjetës. Ibn Haxher El Asqalani komenton, ky hadith është një nga hadithet më të mëdha të shpresës në Islam. Allahu vendosi çmimin dhe çmimi është xheneti. Kjo tregon se haxhi i kryer me sinqeritet është nga veprat më të larta. Në një tjetër hadith, profeti alayhis salam tha, kryeni haxhin dhe umren njëra pas tjetrës, sepse ato largojnë varfërinë dhe mëkatet, ashtu si zjarri largon ndryshkun e hekurit, argjendit dhe arit. 2 premtime në një hadith. Largimi i varfërisë, bekimi i riskut, largimi mëkateve, pastrimi i shpirtit. Dhe profeti alayhis salam e krahasoi me zjarrin që largon ndryshkun nga metali. Pas haxhit, njeriu del i pastër, i ndritur, i rinovuar. Profeti alayhis salam tha, nuk ka asnjë ditë në të cilën Allahu liron më shumë robër nga zjarri se sa në ditën e Arafatit. Vërtet, ai afrohet dhe pastaj mburret me ta para engjëjve duke thënë, çfarë dëshirojnë këta njerëz? Allahu mburret me haxhinjt. Allahu i madhërisëm, i plot fuqishëm, mburret me robrit e tij para melekëve. Shikoni, erdhën, u përgjigjen thirrjes time. Dhe kur haxhiu kthehet, ai nuk është njeriu që u nis. Profeti alayhis salam tha, kush bën haxh dhe viziton varrin tim, është sikur të më ketë vizituar gjatë jetës sime. Ibn Qayyim al-Jauzi shkruan, haxhiu i vërtet kthehet me 3 gjëra: zemër të pastruar nga mëkatet, shpirt të ringjallur nga devotshmëria dhe lidhje të forcuar me Allahun. Nëse kthehet pa këto 3, duhet të pyes veten nëse ka kryer haxhin ashtu si Allahu e ka urdhëruar. Imam Ghazali shkruan, haxhi është udhëtimi i zemrës drejt Allahut, jo vetëm udhëtimi i trupit drejt Mekës. Ai që shkon me trup, por jo me zemër, ka bërë udhëtim të lodhshëm. Ai që shkon me zemër, kthehet i transformuar. Haxhi dhe unioni i njerëzimit. Por vlera e haxhit nuk është vetëm individuale. Allahu thot, që të dëshmojnë dobit e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara. Surja Haxh 28. Miliona njerëz nga gjithë bota, me qindra gjuhë të ndryshme, të gjithë me të njëjtat rroba, të gjithë duke bërë të njëjtat veprime, të gjithë duke thënë të njëjtat fjalë. Dhe profeti alayhis salam e konfirmoi këtë mesazh në haxhin e tij të fundit. O njerëz, vërtet Zoti juaj është një, babai juaj është një. Nuk ka e përsi për arabin mbi jo arabin, as për jo arabin mbi arabin, as për të bardhin mbi të ziun, as për të ziun mbi të bardhin, vetëse me devotshmëri. Dhe pyetje që çdo haxhi e bën, a u pranua haxhi im? Profeti alayhis salam dha shenjën. Shenja e haxhit pranuar është se njeriu kthehet më i mirë se kur u nis.
Ibn Taymija ka shkruar: njeriu pas haxhit duhet të jetë si njeriu i rilindur, me prioritete të reja, me zemër të pastër, me lidhje të forcuar me Allahun. Nëse namazi i tij u përmirësua, haxhi u pranua. Nëse u kthye si iku, duhet të shqetësohet. Dietarët islam kanë listuar ndryshimet që sjell haxhi. E para, falja e plot. Të gjitha mëkatet e kaluara fshihen. Faqja e bardhë për fillimin e ri. E dyta, forcimi i besimit. Haxhiu ka parë me sytë e tij vendet e shenjta. Ka qëndruar ku qëndroi profeti alayhis salam. Ka pirë ujin e Zemzemit. Besimi bëhet i gjallë, jo vetëm teori. E treta, disiplina shpirtërore. Haxhi mëson durimin, devotshmërinë dhe kontrollin. Ditë të tëra pa gjunahe, pa sherr, pa fjalë të këqija. Kjo disiplinë mbetet pas kthimit. E katërta, kuptimi i barazisë. Haxhiu ka parë mbretin dhe të varfrin me të njëjtat rroba. Ka kuptuar se para Allahut vetëm devotshmëria ka vlerë. Allahu thot: kryeni haxhin dhe umren për hir të Allahut. Surja Al-Bekare 196 dhe premton: ndërsa kush madhëron shenjat e fesë Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Surja Haxh 32. Çdo hap drejt Mekës, çdo gur i hedhur, çdo tavaf rreth Ka'bes, çdo lot i derdhur në Arafat, Allahu i sheh, Allahu i numëron, Allahu i shpërblen. Profeti alayhis salam tha: nxitoni të bëni haxh, sepse askush prej jush nuk di çfarë mund t'i ndodh. Dhe dije, kur të qëndrosh në Arafat, kur të ngresh duart, kur lotët të bien pa leje, atëherë do të kuptosh diçka që asnjë fjalë nuk mund ta shpjegojë. Ndjesia e të qenit para Allahut, dhe kur të kthehesh, kthehu me zemrën e mbushur, me premtimin se do t'jesh njeri tjetër, me vendosmërinë se faqja e bardhë do të mbetet e bardhë. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër veçse xhenetin.